Policia portugeze ka nisur kërkimet sërish për Madeleine McCann në rajonin Algarve, ku asakohet 3-vjeçaria britanike u zhduk në vitin 2007 nga një blok apartamentesh ndërsa ishte me pushime me familjen e saj. Në një deklarat, prokuroria e përgjithshme tha se po kryente hetime në qytetin gjerman Braunschweig, ku në vitin 2022 u identifikua shtetësi gjerman Christian Bruckner si i dyshuar për zhdukjen e vogëlushes. Kërkimi për vajzën do të përqendrohet në një zonë midis Praia da Luz dhe njërës prej shtëpive ku Christian jetonte kur McCann u zhduk, sipas raportimeve nga CNN dhe gazeta gjermane Bild. Policia gjermane tha në qershor të vitit 2020 se McCann supozohej e vdekur dhe se Bruckner ishte me shumë gjasa autori. Ai ka mohuar çdo përfshirje në krim. Aktualisht ndodhet në burg në Gjermani për përdhunimin e një gruaje 72 vjeçare në të njëjtën zonë të Algarves. Kërkimi i fundit për Madeleine u krye në maj të vitit 2023, kur policia kontrolloi një rezervuar të brendshëm në Algarve, por nuk gjeti asgjë. Natën që ajo u zhduk, prindrit e saj po darkonin me miq në një restorant, ndërsa Madeleine dhe vëllezërit dhe motrat e saj binjak më të vegjël po flinin në apartament. Zhdukja e saj mobilizoi policinë në të gjithë Europën, por deri më tani nuk ka asnjë gjurmë të vogëlushes.